Pasi u botuan të gjitha ato libra, ne vendosëm të emigrojmë sërish në Spanjë, të provonim Spanjë sepse ka qenë në rajon për shumë gjatë. Spanja pas ka qenë shumë sfidë madhe, shumë e kemi shijuar, por ishte sfidë më vete, dhe duke marrë parasysh që ne kemi qenë që kur u zgjova, mbasi mbusha 30 që u zgjova, thash do jetoj jetën për vete, nuk e vrisja mendjen unë sa do më dhempi, sa do sfidohem, sa do vuaj, sa hiç fare. Dhe ngelëm rrugëve praktikisht, nuk gjënim shtëpi. Ngelëm brenda makinës, makina pësoi një defekt, ngelëm dhe pa makinë me valizhën në duar, me një fëmijë 3 vjeç. Prap jemi gjallë. Por ato sfida që kaluam dhe gjitha sfidat në emigrim ndër vite që kur mbaj mendun veten time që kanë emigruar prindrit e mi, dhe deri emigrimi që bëm ne kur ishim në Spanjë, të gjitha i kam darë këtu, në kërkim të lumturisë. Shpërtheu dhe ky libër, si i pari, normalisht se pritej, kur ti je autore bestseller me librin e parë, lexuesit krijojnë besim te ty, edhe të japin dhe atë përgjegjësinë që të jesh shumë kreative dhe shumë vetvetja në krijimet e tjera.